Radio. Ja pra Lore, si të duket? Kush mendon se e këndon të këngën? Kush e ka këndon? Kush e këndon? Kush e ka orkestruar muzikën? Kush e ka bërë tekstin? Tekstin e kam bërë unë se këtë Okej, tekstin po e lëm. Tekstin po. Po tani ishin gjithë personazhet këtu të rubrikë. Po, DJ pa Vini, diskutim. Kubi, Po, këngëtarin e një? të thotë gjë ky zë. Mund të kesh patur ti ndonjë bashkëpunim me këtë për shembull? Ta gjë. Unë the mos ta lodhim gocë ka shumë vishën. Shiko, kjo kënga është bërë nga inteligjenca artificiale. AI do thoja. AI e dalloj. Është asistenti më i mirë, është nap, dallohet që është AI. Po Cubi Kubi. Shiko, Ishte diçka që nuk shkonte. Aty ka dekonspiresa, shembull Cubi fare lesh, do si ta thot ai tani ai se di. Megjithatë po të ishte një zë që mund të artikulonte shqip, besoj që nuk do kuptoj po, pra fare, ishte një këngë. Himni veror i Top Albania Radios, absolutisht, no, është super. Kjo kënga, Lore, domethënë përpos tekstit që unë bëra, më ka kushtuar nga jeta ime 3 minuta e 48 sekonda. Pra kam këngët e mira thon, marrin shumë pak. Bëjmë 5 minuta. Jo, në idenë që e kam në sensin që shiko çfarë bën AI tani. Un kam bërë tekstin, bëra copy, zgjodha rrymën muzikore dhe ai prodhoi për mua një këngë. A mendon se kjo është diçka e frikshme në botën muzikore? Të tilla dalin minimalisht 10.000 në ditë. Pafund, që është e frikshme, është e frikshme, po që mundet një ditë na zëvendësojnë, nuk besoj. Pse mendon se s'mundet t'ju zëvendësoj AI? Po është si asistent është shumë i mirë për të ndihmuar. E zëm ngec me materialin diku, të jep një ide, po themi. Po ose me instrumentin ku ta çosh etj. Po nuk mbaret emocion gjëja. Nuk mban herahit. Nuk ka nuhatje të Pra ti thua është një gjë që nuk që vdes shumë shpejt. Ka një X kohë të caktuar edhe kaq. Ndryshe nga këngët ose nuk të thotë ndonjë gjë, kush e di. Po shiko, nëse pra ajo që këngës tuaj. Jo, ajo që po ndodh ne tham tani. Sepse ajo që po ndodh është që ajo që domethënë ndoshta rrezikon të ndodh është që teknologjia do avancoj, e cila çfarë do ndodh, do marr sepse çdo gjë inspirohet nga jeta njerëzore. Edhe kjo gjë që krijon AI është e inspiruar nga materiale ekzistuese dhe vokale ekzistuese të njerëzish, e cila është futur në sistemin e operativ të inteligjencës artificiale. Praktikisht ti mund të kishe kërkuar që kënga të fusje materiale të mia dhe të këndoj nga një zë si imi dhe do ta gjeneronte. Do të hidhje në treg dhe ndoshta nuk do e shkruaja që këngën e kam kënduar unë, po njerëzit nëse kjo do promovohej, do mendonin se e kam kënduar unë. Po, sepse kjo është e frikshme. Kjo është e frikshme, pra, sepse çfarë bën? Ai imiton në mënyrë perfekte timbrin, zërin, dhe nëse ti i bën një tekst në stil interpretim, beatin etj. Nëse ti i kërkon atij gjëra specifika, ai mund të krijojë një gjë artistike ndryshe për të ngjashme me diçka e cila mund të pëlqejë nga njerëzit. Dhe për shembull me një material të Eminemit. Që e hoqën pastaj, sepse ishte frikshmërisht e ngjashme me të gjithë identitetin artistik të Eminemit. Po duke parë këtë gjë është e vërtet pra ajo që thot Bisiani. E ardhmja është e frikshme në këtë lloj forme pra. Po në të njëjtën kohë mendoj që nuk mund të na zëvendësoj dot deri në fund, nuk ka emocione. Po unë mendoj që në një botë nuk e di sa e afërt mund të jetë, po uroj sa më e largët që do ekzistojë një pushtim robotësh. Unë mendoj që arti është një nga fushat më pak që do preken më pak nëse do. Mendoj, sepse lidhet me përjetime, lidhet me emocione, është shpirtërore, burimi është shpirtëror, unconscious. E pandërgjeshme e cila është ndryshe nga profesionet e tjera që që praktikisht ana misterioze që ka njeriu, që është ajo e cila e bën njeriu specien më të veçantë dhe më unike. Shpirti i artistit. Jo vetëm artist, po si qenie, po them që është unike në llojin e vet. Jo, me qenë jemi tek artistët. Po, me qenë të artist. Tani me qenë të artistët dhe Cubi e specifikoj. Çfarë mendon për klikimet fake, Lore? A do i blije ndonjëherë për të dukur dhe ti si koleg të cilët dihet që i kanë fake, sepse kemi patur të ftuar këtu një ndër pronarët e Acromaxit, i cili na ka thënë emra që fakt që 98% artistëve i blejnë klikimet për 2%. Dhe kjo është një gjë më së normale tashmë. 2% është një numër shumë i vogël ku ti je një ndër personat
e tillë. Kaq të pakt. Kaq të pakt që nuk i blen klikimet, po flas në artistët e vërtet shqiptar. Edhe a mendon se do i blej një ditë për të dukur si kolegët? Dhe unë për asë që nuk them jo. Sepse shqitëndo. Për asë që nuk bëhem radikale, asnjëherë. As kur më pyesin për shembull, a do eksperimentoja me zhanre të ndryshme, a do dilja ndonjëherë nga vetja, etj. Pse jo? Domethënë, bukur është streçohesh dhe të japësh të gjithë ngjyrat e mundshme tuat. Po, disi është puna, unë nuk jam për egzagerimin. Unë nuk jam për të shiturin në një gjëje që duket absurde edhe ta shikosh. Ne dim sa jemi, sa klikohet kënga. Për shembull, si çan ndodh, nëse i këngë jote Erzem ka 20.000 klikime, 30.000 apo diçka. Dhe unë e kam dëgjuar në radio gjë herë pas here, dhe është këngë e preferuar ime. Dhe të shoh një këngë tjetër që ka 5 milion dhe se kam dëgjuar kur një këngë që nuk ka as tekst. What is going on the what? Po si e shef ti veten tënde si artiste pra? Unë jam dakord që ti ta pushësh materialin. Pra, ti japësh një dorë. Nëse me forcat e tua ka 50, po çoje 200. Okej, hajde. Po jo ta çosh 2 milion. 8 milion për 2 milion. Edhe Aseminemi si thonë. Kemi parë edhe më shumë. Për një javë 10 milion kemi thënë wow, çfarë po ndodh këtu? 1 milion dita. Kam përshtypjen që diku në një label global do t'i tërhiqte këto artista. Do t'i merrte, do t'i nënkontraktonte në një formë, sikur edhe për t'i bërë promocione në materiale vetarëse, duke qenë se po themi nga vetë shifrat janë shumë premtues. Do them diçka e cila do të mërzis. Shumë artistë të cilët kanë këngë hite me klikime të blera. Jo vetëm klikime, sepse i blejnë paket, klikim, koment, etj. Po mirë, se nuk bën sens vëllai ngjan keq. Duhet që të ruaj raportin. Balans tjetër. Shumë nga këto artistë kanë shitur katalogjet e muzikës së tyre në labele ndërkombëtar, sepse ndërkombëtarët ndoshta mendojnë që duke parë artistin thotë ky është vërtet artist i suksesshëm në vendin e vet, me vlera mbi 300.000 euro ose 400.000 euro komplet katalogun. 300, 400, 500 ndoshta, dhe më pas janë zhgënjur nga artistët dhe kanë revokuar kontratat. Në sensin që kur kanë filluar të prodhojnë muzikë për ata e kanë lënë në gjendje të lirë materialin. Materiali kanë pa që po gjeneron klikime fake, i kanë bllokuar etj, sepse atyre s'u intereson viraliteti fake, fals. Ata kanë nevojë për shifra reale. Edhe kanë bllokuar kontrata. Nuk i them dot me emra, po janë disa artistë shqiptar që cilët kanë patur këtë. Kanë marrë lekët edhe pastaj kanë prishur punë me kontratë dhe janë në gjyqje me kompanitë të ndryshme botërore. Pra, edhe në një formë ti nuk e gjen veten, po themi në këtë lloj zhurmë kaotike dhe do ta promovoja materialin. Ka shumë e rëndësishme në çdo formë të mundshme, po nuk besoj që do shkoja deri në pikën sa ta fryja në klikime jo reale. Për hir të, edhe pse e kuptoj të gjithë iluzionin optik të gjës, se si luhet me psikologjinë e njerëzve. Pra, sa më shumë klikime të ketë një material, aq më kurioz bëhesh që ta klikosh. Sërish, po patjetër. Lore, para se të kalojmë tek një gjë që do të qerasim prapë tani. Kush është rryma muzikale? Kemi dorën shumë të shkurtër. Çfarë projekte shtreja ke që do na i lësh në sirtar përpara se më pas të kalojmë në zonën e rozë të intervistës? Okej. Unë po futem në një cikël, mendoj me 3 këngë, deri tani kam punuar 3 këngë. Janë klabish. Klabish. Po, holy crapish. Nëse misionet ju deshën sa ishte 3 minuta për të gjeneruar atë këngën tënde. Unë kam një muaj me një strofë. Pra, kam një muaj me një strofë, nuk është e thjeshtë njerëz. Artisti vërtet. Cubik sa do të qeras ty tani. Vetëm mua? Po, publicitet.